Brave një frikë që shqiptarët e kanë jetuar me vite, që në kohën e Xhaxhit, në kohën e Salës, dhe të them të drejtën, unë i kam jetuar këto vite, këto breza. Kam qenë fëmijë, e rritur, dhe sot jam gjyshe. Unë të falenderoj shumë se ke bërë një vepër shumë të madhe për këtë. Ndërsa, po e nisë që nga pensionet. Në kohën e Salës, i nxori të gjithë intelektualët. Mona e përmend. Aman, keqen, jo. Dua të bëj një parantezë. Mona e përmend. Jo, dua sepse. Jo, bëj, po Mona e përmend. Na thuaj në kohën e kaluar e marrin vesh për këtë. Mona e përmend. Se vetëm jo, më dëgjoj, nuk do ta zgjat shumë. Ai nxori gjithë intelektualët me pensione shumë vogla. Mjek, mësues e të gjithë. Unë kam dalë me pension të vogël në vitin 14, por në bazë të rrogës që kishim 490, ashia ke bërë 800.000 rrogën mjekve. Do me thonë, ja ke dyfishuar rrogën mjekve. Të dua të thëmë. Që të gjimi. Jo, mjekët e familjes, mjekët ambulant, jo spitalin. Kështu që është një punë e madhe, arsimi. Arsimtarët me një gjysmën e pagës, jo a ke rritur 50%. Dëgjoj, Xhan, mjeku i përgjithshëm sot në Shqipëri është 1.2. Sot paga mesatare në Shqipëri, totalja, është 928 euro. Paga mesatare në sistemin publik është mbi 1.000 euro. Tani, a është mjaftueshëm, asnjëherë nuk është mjaftueshëm. Por, pardje, isha në Vlorë, se unë lëviz shumë, se unë s'kam vetëm një bulevard vajtje ardhje, isha në Vlorë, kamarierët 1.000 euro, të deklaruar ajo dhe 50 euro mesatarisht çdo ditë bakshish, kamarierët. Dhe unë sfidoj këdo të dalit ma provoj, të më gjej mua një vënd në Bregdet. Në Bregdet në Qeparo. Ku paguhet në hotel një person për atë punë që bën më pak se sa në Greqi, edhe të ma tregoj. Sanitarja merrte 1.200 euro në Qeparo. Sepse isha një vit, më çoj djali. Tashi, me që është e fushës mjekësisë, unë në fushën e mjekësisë kam punuar, djali im mbaroi shkollën në 2010 edhe e mbaroi në Stamboll. Doli me mesatare shumë të mirë edhe kërkoi punë. Më kërkuan 6.000 euro. Unë nuk mund t'i jepja këto 6.000 euro sepse unë isha një krye familjare që porisja 2 fëmijë dhe bëja 2 punë. Dhe doli problemi i Gjermanisë, mam tha, atë vjen keq që unë të ikësh i thash të shikosh jetën tënde. Pra, fajtor për emigrimin e fëmijëve nuk jeni ju Edi Rama. Është që në 2010-ën emigrimi i rinis. Unë dëgjoj të them diçka. Se edhe kjo është një temë që meriton të diskutohet. Unë nuk mendoj që këtu ka fajtor një herë të parë. Unë mendoj që duhet ta ndajmë këtë gjë. O bëm gjën e duhur që dolëm nga bunkeri, ose bëm gabim se ishim mirë gjithë bashkë në bunker. Në momenti që ne dolëm nga bunkeri, si vendi më i prapambetur i Europës, me diferencë shumë të madhe nga vendet ish-komuniste, ne hymë në një sfidë tjetër dhe natyrisht që vendi do kohën e vet që të arrijë që të bëjë që njerëzit ta kenë pastaj ikje një çështje të thjeshtë, zgjedhje se larg qoftë që njerëzit të rinë të gjithë në një vend, se kjo është botë gjithmonë më e vogël dhe njerëzit lëvizin gjithmonë më shumë, por që ta ketë zgjedhje jo të detyruar. Sot është e kuptueshme që për shumë të rinj që mund të jenë në zona periferike, apo për shumë të rinj që i gënjen ideja që po të shkosh atje e gjen shtruar etj, është gjëja më normale që të tentojnë. Dhe ne nuk kemi fare pse të bëjmë shkencë. Kjo i ka ndodhur të gjithë vendeve që kanë dalë nga komunizmi
Dhe po të shikosh vendet që sot e kanë kapërcyer përfundimisht të shkuarën dhe janë tani vende që kanë pozicion shumë dinjitos në Bashkimin Evropian, Polonia, Republika Çeke, Slovakia, Hungaria, në ato vende është koha e kthimeve. Sot është koha e kthimeve. Sepse tani ata janë në gjendje që t'ju ofrojnë njerëzve të njëjta standarde. Natyrisht që këtu nuk është çështje pagë vetëm. Unë e kuptoj shumë mirë, këtu nuk është çështje pagë, këtu është çështja e arsimit, këtu është çështja e shëndetësisë, këtu është çështja e shërbimeve tjera. Dhe për të gjitha këto ne kemi akoma hendek për të mbyllur. Por s'është faj i njërit apo i tjetrit, është një periudhë historike që siç e kanë kaluar gjithë do e kalojmë dhe ne. Ashtu është. Jo, unë desha të thoja këtë që a i vërtet iku dhe juve e reguluat shëndetësinë që të rinj të punojnë mjek këtu dhe kjo është një kthes e madhe për shtetin socialist, por djali gjithmonë më pyet, si shkojnë punët, ka mall për Shqipërinë. Thot, unë do vi një ditë mamë, të vish i them unë, të vish t'i shërbesh njerëzve të tu, t'i shërbesh Shqipërisë. Edhe më shikon kështu, të them të drejtën ka mall për fëmijët e mi se i kam larg, por mua në 97 më kalon pasoja. Unë humba njeriu më të shtrenjtë në 97 dhe nuk dua të përsëritet. Dhe kur i shikoj ata të rinj që të riqen qorrazi, dua t'ju flas me zemrën e një nëne. Kujdes, se mund të bini dhe viktima të njerëzve që kanë pikësynyme shumë të këqija për Shqipërinë. Prandaj, thritini mendjes edhe shikoni kush është mbrapa këtyre organizatorëve që nuk ua njohin as fytyrën, që duan të përmbysin sistemin. E ti shmëndodhi, e ti po ta them edhe këtë dhe do ta mbyll. Isha lezjata, po tash nuk i prishet qefi. Po i prishet qefi shoqeve i kanë tavolinë, mua jo. Të uroj shëndet e gjithë të mirat. Të falenderoj. Dua të shtoj një gjë këtu. Tani, ne jemi në fund të rrugës që na e kanë sjell fati se janë bashkuar shumë rrethana, ku mund të realizojmë atë që ishte pa imagjinueshme për tu realizuar konkretisht dhe për tu bërë realitet i Shqipërisë i shqiptarëve antarësimin Bashkimin Evropian. Tani ne çdo ditë duhet bëjmë detyra dhe t'i raportojmë atje. Dhe këtu nuk është çështja të përmbyset, se këtu e para njerë nuk ka asgjë për të përmbysur, dhe e dyta, kush mendon se mund ta përmbysi, gabon. Këtu çështja është të përmirësohet në vijimsi. Ne i kemi vendosur shumë gjëra në vijë dhe ka shumë gjëra që të vëna në vijë që duhet shtyrë më tutje. Por është absolutisht një pyetje që duhet bërë, që kush ka interes që ta ndalojë këtë proces. Se ky proces çdo lloj lëvizje që mund të imagjinojmë e ndalon. Çdo lloj lëkundje këtë proces e ndalon. Mirë po e ndaloj, mund të marrë shumë kohë të rivjen lëvizje. Kush ka interes të ndalojë këtë proces? Këtë proces ka interes të ndalojnë në mënyrë të vetëdijshme forca që nuk duan që Ballkani të ndahet përfundimisht nga e shkuara dhe të ankorohet përfundimisht Bashkimin Evropian. Por këtë proces duan të ndalojnë dhe shumë delirant dhe shumë sharlatan, nga këta që bëjnë dhe sikur kanë lidhje speciale me BE-n, që nuk duan të dinë fare për kostot e këtij procesi. Pra, pleshta që duan të nxisin popullin
që për interesat e tyre të djegi organin komplet. Nuk do ndodhi, se s'ka që ndodhi, por ajo që unë përsëris është të ndahet mirë dhe ne jemi të parë që do të bëjmë të gjë, të ndahet mirë pjesa e pastër, ka të drejtë, s'ka të drejtë, kjo është temë tjetër. Por që ka të drejtë absolute gjithkush që të jetë i paknaqur dhe që të protestojë, kjo nuk diskuton. Pastaj, në garën e paknaqësisë ndaj gjërave që nuk shkojnë, unë jam i gatshëm të futem edhe mund të fitoj. Sepse ndryshe nga ata që e shohin nga larg, unë e shoh nga brenda dhe unë e di shumë mirë që sa gjëra nuk shkojnë. Dhe i shoh